shpesh flitet për rënien e interesit të rive ndaj leximit dhe studimit, ende kanë nxënës që i përkushtohen dijes dhe arrin të dallohen me rezultate të larta. Mes tyre janë edhe 2 të ri që janë vlerësuar për rezultatet në lëndën e letërsisë, duke u renditur mes më të mirëve në konkurset e organizuara nga institucionet arsimore. Floria Liu, nxënës i klasës së 12, është vlerësuar me 2 çmime në lëndën e letërsisë në Olimpiadën e zhvilluar nga institucionet arsimore në nivel vendor dhe kombëtar. Një nga olimpiadat që unë kam marrë arritë të shkëlqyer ka qenë Olimpiada e letërsisë, në cilën kam fituar vendin e dytë në rang kombëtar. Gjithashtu kam marrë pjesë edhe në olimpiada të tjera, si Olimpiada e historisë, Olimpiada e kimisë, Olimpiada e biologjisë, ku kam testuar veten dhe besoj që kam përfaqësuar shkollën në një nivel dinjitoz. Ashtu Arsiola Muçu, nxënëse e klasës së 11, është pallur fituese e çmimit të parë në lëndën e letërsisë në rang të zyrës vendore të arsimit të Elbasan. Njësoj si Floria jo thotë se rezultatet janë fryti i studimit vazhdueshëm, përkushtimit personal, por edhe mbështetjes së marrë nga mësuesit dhe familjarët. Sigurisht që kjo nuk mund të bëhet dot pa një mbështetje, pa një themel ku unë të mbështetem, dhe më si fillim është shkolla që më ka dhënë gjithmonë mundësi që unë të shpreh talentin tim, familja që është shtylla e shoqërisë, po mund të them që unë falenderoj edhe veten time që nuk kam dorëzuar asnjëherë dhe gjithmonë kam dashur të punoj sa më fort. Me thënë të drejtën, unë preferoj drejtësinë sepse mendoj që vendi jon ka shumë probleme me drejtësinë dhe korrupsionin dhe mendoj që nëse ne e ardhmë në Shqipërisë nuk ndihmojmë në konceptin e drejtësisë, atëherë ne nuk mund ta punojmë në vendin tonë. Kam marrë vendin e parë në Olimpiadën e letërsisë në Zëvan e Elbasanit për vitin e dytë. Pavarësisht sfidave që sjell koha dhe ndryshimit të interesave tek të rinjt, rastet e nxënësve me rezultate të larta tregojnë se përkushtimi ndaj librit dhe dijes mbetet ende një rrugë që shumë të ri zgjedhin ta ndjekin.